Kur bëhet kiameti? A i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lere se kur bëhet kiameti, thot, për çfarë ke përgatit për atë ditë? Pra lere se kur ke për të vdek. Je i vjetër, je i ri, a i din minutat. Po çfarë ke bëhen për atë minutë? Si do paraqitesh para vdekjes? Si do paraqitesh në banesën e varrit? Kjo është problemi. Mos e orari, caktimi. Këta e në krejt pun e Allahut Gjelle Gjelalahu dhe që nuk do të na pësi. Tha çfarë ke bën për kiametin, tha për lerat e se kur bëhet kiameti. Ky shkencëtar vjen minuti me vdek. S'po vdiste, vjen ora që kishte caktuar vetë atje. Mirë po keni parasysh o vëllezër. Këtu është rreziku i robët. Kur ti të shteke e prej shpresën ose je nda me Zotin, ti mendon që dituria jote ja kalon në dituria sa Allahu të se ke shejtanin e ty. Kaq sa diti thot nuk di gjithë bota. Ti e më i mençur i botës. Edhe këti që adhuroni thot se ka thënë ta shkatroj. Më i mirë për atyre që adhurojnë në xhami thot i e ti. O, kënaqesh ti. Por apo si unë s'pasa e në filla hapesh, ngrifesh, u hedh në fjalët e në shkorës e s'di të falesh ti. E disa falem unë, e disa mirë bëjën. O, kënaqet ki. Dë betohem në Allahut, mrena sekondit të shprënso, çka ke e ban, të shkojnë në zero. Edhe i vjen shejtoni këti. Se ishin njerëzit të pretë se të vdesi. I thot, çfarë të bëj, thot, se s'po vdes, kalun ato minutat që ishin shkruajtur. Se s'ke se si, se ka Allahu e di ai kur të vdesësh ti. Ai i thot njëri që e kishte të afër, thot, biri vetës, të vrit veten. E në vrau veten. Vetëm të ngeli shenjë mirë në histori, thot. Or djalë, or vëlla, or xhamat. Lera çfarë thon njerëzit mos vdesësh ti. Çfarë thohet ke Allahu xhele xhelaluhu. Si u regjistrove ka Allahu xhele xhelaluhu vetë vrasës. Se deshe më u ban Zot, me gjetë ti sikur ke për vdek. E në vrau veten. Pra çfarë do me thonë? Çfarë do me thonë? Ky s'pati lidhje pra me Allahun xhele xhelaluhu. Ky s'pati lidhje me librin e Zotit xhele xhelaluhu. Edhe kjo ngjarje ka ndodhur rreth 600 vite mas i ka ardhur libri i Zotit, Kurani. Ka ardhur. Pra, kur themi shehru Ramadan alladhi unzila fil, në këtë muaj zbriti Kurani që udhëzim për njerëzit. Këtu në logë kjo. Udhëzim për njerëzit. Merre librin e Zotit. Mësoj gjitha shkencat, diturinë që duhen këtë botë. Vazhdo. Fito lek sa të dush. Inxhinier, punëtor, doktor, si të hez. Po kujdes këtu, sepse udhëzimi është ka Allahu. Dhe në qofë se nuk e ke udhëzimin, Allahu xhele xhelaluhu të ka përdhënë për jetën e kësaj bote, sa të smunesh. Po s'kan për të hyrë punë, se janë vetëm deri ke banesë varë. Edhe kur ti kërkoj këj person që unë mdhesa ti dhash, thot Allahu, ti nuk i deshe për atje. Merit është ti, maj i ke pas deri për jetën e kësaj bote, për jetën tjetër s'ke gjë më. Këtu më problemi. Edhe Allahu e solli librin sepse njerëzia ishte më humje të madhe. Një lloj sikur janë sot. Një lloj sikur janë sot. A nuk e shtoj pa ja fëmia, gruaja fëmin në bark. Se po dole me lind ti thot ne s'kemi ku të jetojmë. S'kemi ku të ham, s'kemi shtëpi. Pra gjithë kjo botë s'ka thot. Pra, a nuk janë sot njerëzit që mi udhëzu Zoti xhele xhelaluhu, jo thot, me bixhës fitohet shumë. Edhe atëhere, bixhozi, falli, magjia, vrasja e vajzave, dhe me thanë bëhej të meri, pa të qenë bëhë dhe më Shqipëri, gjatë kohës regjimit komunist. Me të le vajzë u bëjtë e nomi. Pse? Ka humë trashëgimia. Po mirë, ka erdhe ti me këtë trashëgimi. A erdhe për kësaj nonë ti? A që gocë e dikujt kjo? Pse u dashka? Edhe nuk shkoj me e morë bashkëshortën hiç atje se i kishte le 3 vajza. Nuk shkoj me e morë hiç. Mentalitet shejtani.
mentalitet i jetës perëndimore që i thonë të kështu. Urdhoni që truni. Të hymë punë, nuk shkoj me marë bashkëshortën se ka lindë gocë. E se gocat janë që zhdukët, si zhdukët. Ata e zhdukët ti, me këtë lloj truni. E njëjtë gjë do të thonë ishte atëherë që i mëçin vajzat. Me e morë vesh lagje se ka le vajzë, po ka leo mërti, ka leve të vetë si burri, ka këta burra, ka erdhen këta burra, a erdhen nga nonat to. Pra ishte fiksu njerëzve që vajza on vetëm për turp në shtëpi, për të merr në shtëpi. Erdhi libri i Zotit. E ndaloi këtë fenomen. Tjetër fenomen i rrezikshëm ishte parat me fajde, me kamar. Ishin më të fiset në gjak, shkatërroi jetat e njerëzve vetëm sepse vazhdojshin me kamar. Deri në 300 e sa vjet rresht të vra për çështjen e kamaz. 200 vjet tjera të vra vetëm për çështjen e bixhozit. Vena ishte bën kështu, si to themon, si me pi ujë. Edhe kërkojshin nga kjo vetrës është e mirë ajo. Dhe më thonë që kur të prekin trun, mos të bësh hajër më. Ta shkatërroj trunin komplet. Këto ishte shoqënia. Kështu në sot, me disa metoda tjera. Hajde thotë që jo e jetë në ti, me i klub natë. Vem me së shpëjej, pa u gru. Shka që bënë e grunë? Ma morën, thati. Po ta morën e ti. Së më të kam këshiloj që rektu me bashkëshorten. Kë shpija. Shkom punë gjatë ditë së ti, hajde një bashkë aty, kalojnë i jetën bashkë, jo ti. Hajde falë të ravit të natën, ulli Zotit, mos më rejët